Debati nxehtë mes profesor Blerim Latifit dhe aktivistit Ron Gjinovci ka shpërthyer në emisionin T7, ku të dy u përplasën rreth një teme historike mjaft të ndjeshme, gjuhës që është folur në kuvendin e Lezhës. Gjithçka nisi kur Gjinovci këmbuli se në kuvendin e vitit 1444 nuk kishte folur shqip, duke argumentuar se gjuha e përdorur kishte qenë latinishtja apo ndonjë gjuhë tjetër e kohës. Kjo deklaratë u kundërshtua me tone të larta nga profesori Latifi, i cili tha se ky është një narrativ serbe dhe se duhet refuzuar me vendosmëri. Qysh kanë folë në kuvendin e Lezhës, pyeti Latifi duke kërkuar përgjigje të qartë. A ke qenë ti aty? A ka pas përkthyes? Por rimore mos fol pa lidhje, ju përgjigj Gjinovci duke nënversuar argumentin e tij. Kjo replik shkaktoi reagim edhe motaashpër nga Latifi, i cili insistoi: "Qysh kanë fol? Qysh kanë fol shqip?" Por Gjinovci nuk u toroq, "Kanë fol latinisht, kanë fol spanjisht, se ti mendon që Skënderbeu ka ditë shqip a?" Debati eskaloi shpejt në replika personale dhe akuza. Për mungesë dijesh e edukat, Latifi tha Gjinovcit se për 2 muaj ai vetëm po shpërndan gjëra të pavërteta. Shqip s'kan fol kërkusha. Deri në shekullin 19 edhe qytetare Niva, e para e punës, bëu më i edukuar. Gjinovci u kundërpërgjigj: "Ju s'dini që 2 muaj jeni të fol pa lidhje. E keni dëshmuar që s'dini kur gja. Me mosdijen jam totalisht i pa edukuar." Latifi nguli këmbë se nuk është Gjinovci ai që përcakton kush di e kush jo, duke e akuzuar se po përdor argumenta identike me ato që ka promovuar historiografia serbe për dekada. Në kuvend të Lezhës kanë fol latinisht, serbisht, veç shqip s'kan fol. Ky është argumenti i Serbisë, u shpreh ai me ton të prerë. Kjo përplasje e tensionuar solli reagime të shumta edhe në publik, pasi çështja e gjuhës së kuvendit të Lezhës është një ndër temat më të debatueshme në historiografinë shqiptare. Shumë studiues kanë dhënë versione të ndryshme, por për shqiptarët, fakti që ky kuvend u bë në vegjën e Skënderbeut dhe ishte i lidhur ngushtë me identitetin kombëtar, shihet si tregues i qartë i pranisë së gjuhës shqipe në këtë ngjarje. Përplasja mes Latifit dhe Gjinovcit shkon përtej një debati akademik, duke reflektuar ndarjen e mendimeve brenda shoqërisë në Kosovë, mbi mënyrën se si duhet interpretuar e mbrojtur historia kombëtare. Me tonet e ashpra që u përdorën, debati dëshmoi edhe një herë se historia, veçanërisht periudha e Skënderbeut, betet temë e zjarrt dhe delikate, ku çdo qëndrim ngjall emocione të forta dhe reagime të menjëhershme. Në fund, Latifi theksoi se argumentet e tilla nuk duhet të gjejnë hapësirë publike, pasi sipas tij janë të rrezikshme për narrativën shqiptare, ndërsa Gjinovci mbeti i palëkundur në bindjen se gjuha e kuvendit të Lezhës nuk ishte shqip, duke e parë si çështje faktesh historike dhe jo patriotizmi. Kjo përplasje pritet të vazhdojë të komentohet gjatë, pasi ka prekur një ndër pikat më të ndjeshme të identitetit historike kombëtar shqiptar.